Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, jeni duke ndjekur lajmet e gjuhës shqipe në televizionin K3. Ministri i Ekonomisë Driton Kuqi u takua me ambasadoren e Republikës Federale të Gjermanisë Christine Althauser. Në takim u theksua bashkëpunimi i shkëlqyeshëm mes dy vendeve mike, si në fushën ekonomike, ashtu edhe në atë politike. Ministri i Ekonomisë Driton Kuqi u takua me ambasadoren e Republikës Federale të Gjermanisë, Christine Althauser. Në takim u diskutua bashkëpunimi i shkëlqyer mes dy vendeve mike si në fushën ekonomike edhe në atë politike. Ministri Kuqi, duke ju falënderuar ambasadores Althauser për mbështetjen që Gjermania i ka dhënë në mënyrë të vazhdueshme vendit tonë, tha se pavarësisht krizës politike, në 6 muajt e parë të këtij viti në Maqedoni janë regjistruar 123 milion euro investime të huaja, të cilët janë pothuajse 2 herë më shumë në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Presim që deri në fund të vitit të kemi shumë më të madhe të investimeve dhe me këtë edhe rritje të numrit të punësimeve, tha ministri Kuqi, duke shtuar se Maqedonia ka kushte ideale për investitorët gjerman, të cilët mund të kyçen në ndërtimin e një pjese të projekteve kapitale, sidomos në fushën e energjetikës. Ambasadorja e Republikës Federale të Gjermanisë Christine Althauser, gjatë takimit me ministrin Kuqi, i dorëzoi ftesën për pjesëmarrjen në forumin ekonomik rajonal që organizohet nga komuniteti gjerman për marrëdhënie ekonomike me Evropën lindore, që do të zbatohet më datë 27 dhe 28 tetor në Budva. Forum ky, i cili është pjesë e procesit të Berlinit, thuhet në kumtesën e Ministrisë së Ekonomisë. Bashkimi Evropian ka siguruar 2.890.000 euro për bashkëpunimin ndërkufitar mes Republikës së Maqedonisë dhe Republikës së Shqipërisë, si pjesë e programit IPARD 2. Bashkimi Evropian ka siguruar 2.890.000 euro për bashkëpunim ndërkufitar mes Republikës së Maqedonisë dhe Republikës së Serbisë, si pjesë e programit IPARD 2. Ambasadori Evropian Samuel Zhbogar theksoi se kjo është mundësi e mirë e përforcimit të marrëdhënieve bilaterale në mes dy shteteve dhe se pret që me anë të këtyre projekteve të tejkalojnë sfidat që preokupojnë të dyja vendet. Bazuar në objektivat dhe prioritetet që tashmë janë të përcaktuara në program, thirrja publike u referohet projekteve që rrisin mundësitë e biznesit për ofruesit e shërbimeve lokale dhe operatorët në sektorin e turizmit, për nxitjen e bashkëpunimit të ndërsjellët, mirëkuptimin dhe respektin, mbrojtjen e trashëgimisë dhe vlerave kulturore që inkuadrojnë zhvillimin në ndërmarrje të vogla dhe të mesme, si dhe rritjen e kapaciteteve të tyre për identifikimin e tregjeve të reja, si dhe projektet për të rritur ndërgjegjësinë e publikut dhe njohurive për përdorimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore dhe mjedisit jetësor. Në takimin me presidenten e Republikës së Kroacisë, Klaudia Kitarović, theksohet se Nishani vlerësoi ndër të tjerash rolin e Kroacisë në rajonin e Evropës juglindore. Nishani shprehu mirënjohjen e Shqipërisë për avokaturën që presidenti Kitarović dhe vendi i saj po i bëjnë vendit si proces të zgjerimit të Bashkimit Evropian me vendet e Ballkanit Perëndimor, pavarësisht sfidave që po kalon vetë rajoni. Presidenti i Republikës së Shqipërisë Bujar Nishani, në kuadër të pjesëmarrjes në punimet e sesionit të 71 të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York, zhvilloi takime dypalëshe me sekretarin e përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Ban Ki-moon, me presidentin e Republikës së Polonisë, Andrzej Duda, si dhe me presidenten e Kroacisë, Kolita Grabar-Kitarović. Në një njoftim zyrtar nga presidenca e Shqipërisë, thuhet se presidenti Nishani në takim me sekretarin e përgjithshëm të Organizatës të Kombeve të Bashkuara, Ban Ki-moon, e vlerësoi atë për lidershipin e treguar në iniciativat e ndërmarrën nga organizata gjatë drejtimit të tij, veçanërisht në ato që lidhen me klimën, si dhe planin e veprimit për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm. Në njoftim theksohet edhe mëtej se presidenti Nishani evidentoi gjithashtu faktin se Shqipëria është tërësisht e angazhuar për zbatimin e këtyre iniciativave në nivelin kombëtar. Ai gjithashtu thuaj mëtej siguroi sekretari
marrjen e përgjithshëm edhe për rolin proaktiv të Shqipërisë në forumet ndërkombëtare dhe avancimin e të drejtave të njerëzit. Në takim me presidentin e Republikës së Polonisë, Andrzej Duda, presidenti Nishani theksoi nevojën e forcimit të motutjeshëm të bashkëpunimit ekonomik e tregtar mes dy vendeve, i cili sipas tij është ende larg pritshmërive dhe mundësive reale. Mes dy bashkëbiseduesve u fol edhe për mundësinë e bashkëpunimit mes rajoneve europiane, zhvillimet më të fundit në Bashkimin Evropian dhe krizën e refugjatëve, si dhe për mundësinë e mbështetjes së kandidaturave reciproke në organizatat e Kombeve të Bashkuara dhe organizatat e tjera ndërkombëtare, theksoi në njoftimin e presidencës së Shqipërisë. Disa parti politike gjermane janë bërë objekt i sulmeve kibernetike, sipas palëve të interesuara dhe autoriteteve, ndërsa Berlini akuzoi në maj Rusinë për kryerjen e disa sulmove të këtij lloji, veçanërisht kundër parlamentit gjerman. Pas Shteteve të Bashkuara të Amerikës, hakerat rusë sulmojnë partitë politike në Gjermani. Disa parti politike gjermane janë bërë objekt i sulmave kibernetike sipas palëve të interesuara dhe autoriteteve, ndërsa Berlini akuzoi në maj Rusinë për kryerjen e disa sulmove të këtij lloji, veçanërisht kundër parlamentit gjerman. Deputetët si dhe bashkëpunëtorët të partisë së kancelarës gjermane Angela Merkel apo formacionit politik të së-majtës radikale kanë marrë nga data 15 deri më 24 gusht e mal që pretendonte sikur ishin dërguar nga posta e përgjithshme e NATO-s. Në disa dokumente që ju referua media zyrtare federale e sigurimit informatik dhe të shërbimeve të brendshme sekrete, paralajmëruan deputetët gjerman kundër këtyre sulmove pas aktësuar burimin e tyre. Këto emaile i propozonin marrësve të tyre informacion në lidhje me tërmetin e regjistruar së fundmi në Itali apo mbi projektin e grushtit të shtetit në Turqi, në muajin korrik që përbënte një lidhje që sapo të hapësh mund të ndërlidhesh mbi kompjuterin e instalimin e një pajisje spionazhi, konfirmuan 3 mediat nga të cilat citojnë ekspertë të qeverisë sipas të cilëve sulmi ishte me burim hakerave rus. Klubi futbollistik Shkupi dhe Shkëndija e Tetovës dominojnë në formacionin e javës së 16. Informacioni tjetër sportiv, djali i Pikues, Suarezit dhe Mesit nënshkruajnë kontratë me klubin futbollistik Barcelona, edhe pse gjemtë e tyre janë të moshës 3 deri në 5 vjeç. Fitoria fundjavës ndaj Pelisterit ishte e para e skuadrës së klubit futbollistik Shkupi, por ajo që është për të përmendur se në kushtet e vështira klimatike dhe në ndeshje ku referi nuk ishte në nivelin e duhur, skuadra e Shkupit ka treguar formë të mirë dhe lojë kualitative. Padyshim se kjo nuk ka mbetur edhe pa u vlerësuar nga mediat e ndryshme nga vendi, por edhe nga gazeta e vetme sportive. Makedonski Sport, e cila si zakonisht pas përfundimit të ndeshjeve zgjedh edhe ekipin e javës. Në 11-shin më të mirë të javës së 6 bëjnë pjesë edhe 3 futbollistë të tanë, ku vend kanë zënë edhe golashënuesit Besart Iseni dhe Dimitrian Lazarevski, ndërsa aty është edhe shtylla e mbrojtjes me Vlan Adili, i cili nga java në javë po tregon aftësitë e tija. Shpresojmë që ky trend i futbollistëve tanë që të jetë në mesin e 11-shit më të mirë të ligës së parë të Maqedonisë do të vazhdojë. Nga ana tjetër edhe ekipi të arrijë sa më shpejt të kthehet në kreun e tabelës. Klubi i Barcelonës shpreson që pas dhënësit e Lionel Mesit, Gerard Pique apo Luis Suarez t'i ngjajnë baballarëve të tyre me talentin për futbollin. Për këtë arsye, klubi ka ofruar kontrata djemve dhe të yjeve të futbollit, megjithse aktualisht janë nga 3 deri në 5 vjeç, shkruajnë e përditshmja spanjolle El Mundo Deportivo. Klubi katalanës ka nënshkruar kontrata me djemt e disa prej lojtarëve më të mëdhenj të botës, si Thiago, Messi, Milan Pique apo Suarez. Sipas saj, 3 lojtarët janë takuar me drejtuesit e klubit pikërisht për të firmosur kontratat që lidhin shpejt fëmijët e tyre me skuadrën kampione në fuqi të Spanjës. Për momentin bëhet fjalë vetëm për regjistrimin e tyre me grupin më të ri të Akademisë së Barcelonës. Takimi u zhvillua në fshehtësi të plot, ndërsa i pyetur në lidhje me këtë çështje Lionel Messi bëri të ditur se djali i tij Thiago për momentin nuk interesohet për futbollin. Moti sot në mbar vendin ishte me diell, i shoqëruar edhe me vranësira lokale, si dhe të rreshura të shiut. Temperaturat gjatë paraditës lëvizin nga 15 deri më 17 gradë Celsius. Të njëjtat u sodhen edhe në mesditë.
Të nderuar teleshikues, me informacionin e fundit mbi motin, po e përmbyllim këtë edicion lajmesh. Ishte kjo e tëra që kishim përgatitur për ju. Ju falënderit për vëmendjen, natën e mirë.